Një ngjarje e rëndë ka trondituar mëngjesin e sotëm komunitetin e Mërtishit në Divjak, ku 32 vjeçari Xhulio Shtëmbari, elektricist pranon SHES, humbi jetën në krye të detyrës pas një aksidenti fatal me energjinë elektrike. Ngjarja ndodhi gjatë punimeve për riparimin e një linje 10.000 kV që lidhte zonat e Mërtishit dhe Gradishtes. Sipas informacioneve paraprake, Shtëmbari u ngjit në një shtyllë të tensionit të lartë, duke menduar se linja ishte çaktivizuar ashtu siç kërkohet nga protokollet e sigurisë. Por tragjikisht energjia nuk ishte ndërprerë nga punonjësit përgjegjës në linjën ku ai po punonte. Hetimet e para sugjerojnë se ishte stakuar një linjë tjetër, duke lënë aktive pikërisht segmentin ku ndodhej 32 vjeçari. Ky gabim i rënd çoi në vdekjen e tij të menjëhershme. Për këtë ngjarje, policia e Divjakës ka vënë në pranga 2 punonjës të tjerë të OSHE-s, Xhezmi Haliti, 60 vjeç, dhe Arben Presheva, 57 vjeç, të cilët akuzohen për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë. Shtëmbari la pas bashkëshorten dhe djalin e vogël. Familjarët e tij kanë kërkuar drejtësi për këtë gabim fatal që i kushtoi jetën 32 vjeçarit.